Miru po e ndiqni me titra lajmin e fundit tani që na vjen një betoniere në zonën në rrugët rreth Tegut, një betoniere që ka rënë nga lartësia. Këto janë pamjet që kemi deri tani për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe ku ka ndodhur kjo gjë. Pra shikoni, jemi tek mbikalimi i Tegut, e cila ka rënë nga ura, nga mbikalimi, ka rënë poshtë pra në rrugë. Nuk e kuptojmë se çfarë mund të ketë zënë poshtë, nëse ka makina apo jo poshtë në atë moment. Më bëjnë me dije që ka dhe makina, nuk dim bilancin, po këto pamje e tregojnë që është sa i rëndë është ky aksident. Ende nuk kemi njoftim për viktima, dyshohet që ka viktima, por presim që të ketë një njoftim. Kujtojmë që ka qenë një aksident i ngjashëm para disa vitesh kur një makinë luksoze me shpejtësi hyri në rrethotullim dhe doli kështu nga parmakët duke rënë poshtë. Pastaj 3 viktima pati ajo ngjarje, ndërkohë këtu është përfshirë një makineri e rëndë betoniere, e cila ka rënë, shikoni, ka hapur bordurat anësore dhe ka rënë nga ura poshtë në rrugë në këto momente. Atëherë, lidhe me Fatjon Gjinaj në këto momente, i cili duhet ketë më shumë informacion. Fatjon, përshëndetje, çfarë dim deri tani? Ne shohim pamjet e para që na bëjnë të kuptojmë sa i rëndë është aksidenti, por nuk kuptohen detaje nga kjo që shohim. Përshëndes, se të vinë është një ngjarje tjetër e rëndë rrugore që regjistrohet në kryeqytet në zonën e njohur si rreth rrotullimit Tegut në Sau, ku një aksident i rëndë ka ndodhur pikërisht në rreth rrotullimin pranë Teg, në rrugën Tiranë-Elbasan, ku në dalje të akseve që lidhin Unazën me aksin kryesor Tiranë-Elbasan ka ndodhur një përplasje e një kamioni me një autovetur, të cilat janë dëmtuar plotësisht e për pasojë kanë sjellë edhe pasoja në jetë njerëzish. Paktën jo zyrtarisht raportohet nga burimi zyrtare për një viktimë dhe për 3 të plagosur, por janë informacione që do sqarohen në minutat në vijim nga uniformat blu të kryeqytetit dhe emergjenca që kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, ku ka nisur edhe transportimi i personave drejt spitalit ushtarak të traumës. Është një ngjarje tepër e rëndë, ku nga pamjet që kemi siguruar duket se edhe në vendin e ngjarjes, ku është paralizuar gjithë qarkullimi, ka një pamje dramatike. Në fakt, ky aksident, kamioni dyshohet se pas përplasjes e ka dëmtuar plotësisht automjetin autovetur, dhe më pas ka arritur të prisë edhe trafik ndarshëm duke përfunduar disa metra më poshtë i përmbysur. Nuk ka të dhëna zyrtare rreth bilancit të këtij aksidenti, por edhe ai automjeti që shohim në foto që është i shtypur, i shkatruar, një vetur, është lart. Dhe pastaj kamioni ka rënë poshtë. Pas përplasjes me autoveturën, kamioni duket se ka humbur totalisht drejtimin dhe si pasojë e përplasjes ka dalë nga mbikalimi duke përfunduar poshtë, që është rruga që vijon për në Elbasan. Ndërkohë që për shkak të këtij aksidenti ka patur edhe pasoja të rënda në njerëz. Duhet sqarohen në minutat në vijim nga informacionet dhe dhëna zyrtare nga policia. Njëri prej automjeteve mban targën AA443 YF, ndërkohë që mbi bazën natyrisht të dhënave që gjenden në automjet, do t'i indikohen edhe personat që janë përfshirë në të aksident të rëndë në një vend i cili, siç e theksuat edhe ju, ka qenë mjaft problematik që në hapjen e këtij segmenti, pasi disa aksidente përfshirë edhe ato me pasoja shumë të rënda njerëzore kanë ndodhur pikërisht në afërsi të këtij mbikalimi në zonën e Saukut. Po është një nga dëmtimet që shohim